një pjesë për të afërmit e asaj familje dhe një pjesë për të varfërit. Por mund të jepet edhe e tëra një të varfëri, natyrisht edhe kjo ka shpërblimin e vet, se llogaritet përveç shpërblimit sterjes kurbanit, është problem ekstra pastaj shpërndarja tek të tjerët që e merr shpërblimin e lëmoshës apo sadakas siç njihet në popull. Pra, një pjesë të mishit ta ndal për veten familja, një pjesë t'ua jap të afërmëve të saj dhe një pjesë nevojtarëve. Sa është e rëndësishme që edhe gjatë gjithë vitit, jo vetëm për festa, si që është ajo e Bajramit, njerëzit të jenë dhurues në aspektin e asaj që gjatë gjithë vitit të përpiqen të ndihmojnë, sidomos ata që kanë më së shumti nevojë. Po na jemi si njerëz, si krijesa më e mirë që Zoti e ka kriju, mbi sipërfaqen e tokës dhe gjithçka që e ka kriju në tokë e ka bërë që t'i shërbejë njerëzit, por jo vetëm gjëra që ka krijuar në tokë, por gjithë universin Zoti ja ka vënë në shërbim njerëzit. Edhe dielli rrezon për njeriu, edhe hëna ndriçon për njeriu, edhe gjithçka, gjithë ky univers është që njeriu ta ushqej veten e tij, diturinë e tij, diapazonin e tij, të mahnitet se çfarë kozmosi gjigant është ekziston, e pastaj të vjen në përfundim se sa i madh dhe i përsosur dhe i përkryer është ai i cili qëndron pas gjithë kësaj krijimtarie që është Zoti i madhëruar.